Faleminderit zonja kryetare, tani dashur qytetarë të Republikës, për të qenë shumë të qartë, LDK-ja i mbështet në parim amandamentet e tilla sepse janë në frym me bindjen tonë ideologjike. Presidenti i Kosovës duhet të zgjedhet nga qytetarët drejtës për së drejtë. Po më lejoni të shtroj sepse kjo çështje tani na takon neve si kuvend këtu, pavarësisht gjitha vërejtave me të cilat pajtohem. Kushtetuta ndrohet natën, besoni s'ka bereqet. Tani, më lejoni lutem, do ta keni kohën, më lejoni, e dhash mbështetjen. Ta përsëris edhe një herë, LDK i mbështet dhe i voton. Dëgjoni, kujdes, ju lutem, mos e ngotni. Ato fjalimet që i keni shkru, rishkruni edhe një herë. Që ja u kanë shkru. Më lejoni, ju lutem. Dy çështje shumë e rëndësishme që të kemi parasysh. E para, këto amendamente kushtetuese janë hartuar edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës vitin 2011. Me një proces, shqeqoni, kuptoj që keni e provoni LDK-n ta vendosin një pozitë të parakmueshme, nuk do të arrini, më lejoni tani ta shfaq qëndrimin e LDK-s. Pra, në vitin 2011, këto amendamente janë dërguar në gjykatë kushtetuese nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Nga ne e kemi dërgu. Sepse që ta kuptoni, janë bindje ideologjike që datojnë nga presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova. Pra, presidenti duhet zgjidhet nga populli. Tani ky koncept kërkon një rregullim të ri kushtetues, do duhet më tepër punë, po ja ku jemi në gjendje të tillë, le të themi se po i ka përcjell këto. Çështja bazike është se prej 2012-s, kur gjykata kushtetuese ka dhënë filtr, ka dhënë pëlqim, dhe amendamentet që keni para vete, nëse keni lexuar, janë të pastruara prej komenteve gjykatës kushtetuese. Ky kuvend i Republikës ka arritur asnjëherë t'i kaloj ato, për një fakt shumë të thjeshtë, mungesës së vullnetit tek shumica e dyfisht. Pra përveç që duhen 2/3 e shqiptarëve, duhen 2/3 dhe të jo shqiptarëve. Pra pakica minoriteteve. Dhe çështja e dytë që duhet ta kuptoni, në ato amendamentet cilat i keni para vete, aty thot qartë se këto amendamente hynë në fuqi 6 muaj pasi të voton nga Kuvendi i Kosovës. E na jemi një 2-3 orë larg afatit përfundimtar. Pra edhe po t'i kalojmë, e duket që si kemi pakica këtu, si kemi pas për 14 vite, sepse mos harroni kërkesat e tyre kanë qenë shumë të thella. Kanë qenë për zëvendës president sërb. Prandaj s'kemi arritur asnjëherë të bëjmë kompromis. Po edhe sikur të kalon të një gjë e tillë, këto amendamente hynë në fuqi 6 muaj nga sot, e ne jemi 2-3 orë larg para dekretit potencial për zgjedhje të reja. Kishte qenë mirë që këtë kohë ta kishën shfrytzuar më mençur, por këto janë manovra politike të natës, nata nuk ka bereqet. Prandaj LDK i mbështet dhe i voton. Ju falenderoj.